Është periudha më e bukur e vitit, kështu që le të vendosim pemën së bashku. Këtë pemën unë e kam marrë në TikTok Shop dhe është nga pemët më të bukura që unë kam patur. Përveç faktit që dukej sikur është e mbuluar nga bora, por kishte edhe dritat vet. Dhe kjo ja shtoi dy fish bukurinë sepse dritat ishin të vendosura në mënyrë perfekte, pra ishin vendosur njëtrajtësisht në të gjithë pemën. Patjetër filluam me zbukurimet, unë përdora të njëjta zbukurimet që kam patur edhe vjet. Nuk e mbaj mend fare se ku mund t'i kem marrë sepse i kam marrë në dyqane të ndryshme këtu në Frankfurt, tek Tedi, tek Hema, disa në Shein dhe në Temu dhe janë në ngjyrën rose gold. Dhe jam shumë e lumtur që kjo ngjyra rose gold me gri dhe pak të bardhë që vendosa përshtatej shumë mirë me pemën. Dhe kur ndizja edhe dritat, bëhej akoma dhe më e bukur. Dritat siç mund ta shikoni as nuk dallohen fare që janë aty, duke qenë se janë pjesë e pemës. Dhe në fakt edhe pse kisha bler drita, vendosa mos të shtoja më asnjë gjë sepse ishte me të vërtetë shumë bukur ashtu siç ishte. Ky ishte edhe përfundimi. Gjithashtu kemi bërë edhe një oxhak prej kartoni që e ka bërë burri im. Kam bërë një video, më thoni nëse e doni dhe atë videon se si ai e ka ndërtuar këtë. Poshtë pemës vendosa këtë që ishte prej robe dhe e kam marrë në Shein, më pëlqen shumë se si duket. Unë linkun e pemës fatkeqësisht nuk e kam, por kam linkun e kësaj që kam vendosur sipër oxhakut. Më thoni nëse e doni të bëj një video dhe t'ua tregoj tamam edhe atë.